Territori shqiptar për datën 5 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në disa zona malore gjatë pasdites priten vranësira kalimtare. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të lehta. Pasditja vijon me dëmot të ngrohtë dhe mundësi të ulta për reshje të dobta lokale në relievet lindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 30 gradë Celsius, Kukës 15 deri në 25 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri në 27 gradë Celsius, Tiranë 15 deri në 29 gradë Celsius, Durrës 18 deri në 27 gradë Celsius, Kavaj 17 deri në 27 gradë Celsius, Elbasan 16 deri në 30 gradë Celsius, Berat 18 deri në 31 gradë Celsius, Korç 12 deri në 24 gradë Celsius, Vlorë 18 deri në 28 gradë Celsius, Gjirokastër 13 deri në 26 gradë Celsius, Sarandë 18 deri në 28 gradë Celsius.